Merhaba. Bonjour, konnichiwa. Merhaba. Në ditët e sotme, ka fëmijë që pa mbushurin dhe 3 vjeç, flasin 2 apo 3 gjuhë. Una, dos. Për disa kjo duket e pabesueshme, për të tjerë shqetësuese, por për shumë familje është tashmë realiteti i përditshëm. Do, tem, çaj, par. Fëmijët që flasin më shumë se një gjuhë nuk janë një fenomen i rrallë, pasi truri i fëmijës në vitet e para të jetës është jashtëzakonisht fleksibël dhe i aftë të përthith gjuhë natyrshëm, ashtu siç mëson të ecë apo të luajë. Pikërisht për këtë arsye, mosha 3 vjeçare konsiderohet ideale për kontaktin me më shumë se një gjuhë. Megjithatë, prindrit shpesh kanë dilema. A i ngatëron kjo gjuhët? A ndikon në të folurën? Apo përkundrazi? A e ndihmon fëmijën të zhvillojë më shpejt mendimin, kujtesën dhe aftësitë komunikuese? Për këto, do të diskutojmë më gjatë tani në studio, në çastin e duhur. Do të diskutojmë pra tani në studion e Çasti i dur për fëmijët multilingual. Janë bashkuar këtij paneli Gentiana Suse, eksperte e zhvillimit personal. Mirë se erdhe Genta, mirësi që të kam këtu. Lorela Garuli, psikologe, mirë se erdhe, dhe Aida Baro, përkthyese, mikeshe imja dhe jo vetëm përkthyese, së fundmi edhe autore një platforme shumë të rëndësishme, e cila në fakt po synon që të jetë bebja e saj e re në fushën e botimeve. Do të jetë një punë e çike e vështirë kjo, Aida, po ta lë pak fare. Agjencia Letrare, faleminderit për ftesën, është shumë kënaqësi që takohemi edhe këtu në studion tënde. Agjencia Letrare është në fakt një ide që unë e kam prej vitesh, e kam pasur prej vitesh, por ka qenë gjithmonë e parakohshme për ambientin e Shqipërisë dhe më së fundi mbas kaq vitesh që e përtypja dhe e përpunoja në kokën time, e mora guximin dhe ta ngrija. Agjencia Letrare në fakt është një lloj menaxhimi i autorëve shqiptar, qoftë edhe me redaktimin, qoftë edhe me shitjen e të drejtës së autorit jashtë, më thënë me dy fjalë. Ka shkurtimisht për të thënë 2 fjalë, sepse ndoshta do të ishte një ditë një temë më vete për të diskutuar pse i duhet edhe botës së letërsisë një agjenci që ndihmon, po themi, në të drejtat e autorëve. Shkojmë tek fëmijët. Multilingual, Genta, ti duke ardhur këtu dhe duke folur bashkë me mua, unë po të thosha që djali im e përdor, flet shumë mirë anglisht, flet shumë mirë shqip, dhe her pas here në shtëpi ndahen këto të dyja dhe ne nuk e kuptojmë se si papritur e kthejmë në anglisht komunikimin ton. Aq sa mua nga ndonjëherë kur duaj që t'i vë diçka në pa me të vërtet, më ndodh që më vjen pak më thjesht t'ja them në anglisht, duke pasur atë qasjen e madhe që ata kanë edhe karshigjues shqipe, po edhe gjuhës huaj, dhe nga ndonjëherë fillojnë këto vrejtjet, jo po pse duhet flasi 2 gjuhë, jo po pse duhet ta nisi me anglisht më përpara. Ti si e mendon, si e shikon këtë pjesën e fëmijëve multilingual? Tani, unë kam, nga një ran kam eksperiencën time personale, se dhe në familjen time kemi folur jo 2, po 3 gjuhë realisht, dhe fëmijët tani janë të 2, janë në universitet, njëri në master tjetri, por gjithmonë i kemi kombinuar. Si ndodhi kjo? Nuk e kemi mbajtur një prind një gjuhë, apo vetëm një kanal komunikimi. Kjo ndodh për disa arsye, sepse gjuha nuk është vetëm mënyra se si ti e shpreh një koncept me fjalë, po lidhet shumë me kulturën që ti përçon, me mënyrën e të menduarit, domethënë ndikon te disa aspekte që kanë bëjnë edhe me sjelljen, edhe mënyrën se çfarë do të theksosh ti në atë moment, edhe mënyra se si e bën. Domethënë në funksion të gjuhës ti ndryshon edhe të mënyrën të menduarit, edhe mënyrën e sjelljes, edhe mënyrën e të kuptuarit, të perceptuarit, dhe është një nga arsyet pse në shumë studime, domethënë tani gjithmonë më shumë ke njerëz që flasin 2 apo më shumë gjuhë, dhe vendet që e kanë më të lartë këtë numër tregojnë edhe një nivel zhvillimi më të lartë që nga mirëqenia personale, po edhe nga aftësitë që kanë personat në përgjithësi. Në komunikim? Në komunikim, absolutisht, po. A ka me të vërtet unë kam dëgjuar, për shembull, nga miq të mi të cilët jetojnë në një shtet të huaj, ose njëri nga prindrit është i huaj dhe tjetri është shqiptar, që ky konfuziteti bën ndoshta që fëmijët të fillojnë të flasin pak me vonesë. Pra fakti që në shtëpi u fliten 2 gjuhë, ose që jetojnë në një vend i cili ka një gjuhë tjetër nga vendi ku ata po rriten,
ka një zhvillim pak të vonë në pjesën e oratorisë së fëmijëve, nëse mund ta themi kështu, ndodh, është e vërtet apo jo domosdoshmërisht? Po pyes psikologen Lëfel. Që tani do vitet fjentel. Hajde të lutem. Erdha. Nga praktika është vërtet që ndodh kjo dhe bën sens sepse në një farë mënyrë fëmia fillimisht e dëgjon gjuhën, pra është ajo që teknikisht quhet gjuha receptive, pastaj është ekspresive. Dhe duke e dëgjuar në fillim, nëse një fëmijë po themi shqiptar apo italian që rritet në familjen e vet, në vendin e vet, dëgjon dhe flet vetëm gjuhën anëtare. Një fëmijë me një prind të huaj apo një familje emigrantësh sigurisht që është i dyfisht informacioni që merr sa i takon leksikut, strukturës gramatikore dhe shpesh referohen raste që fëmia ose ngatron, për shembull gjysmën e fjalisë e thot në një gjuhë gjysmën në tjetrën, ose sigurisht mund të jetë folës i vonë. Por në asnjë rast nuk kemi të bëjmë me çrregullime për shembull të komunikimit. Jo, është e vërtetë. Është një lloj konfuzioni, është një lloj vështirësie. Mund të ketë dhe vështirësi ndonjëherë dhe për të përgjigjur. Ideja është që kur vjen puna tek të folurit shumë gjuhë, unë besoj që është e dur apo jo e dur ndahet përgjigja do ndaj në dy faktorë shumë të mëdhenj. Gjykimin tim që njëri është etnik, pra si komponent gjuha si përfaqësim etnik, si element i një kombi dhe pastaj elementi psikologjik. Dhe besoj që në varësi të rrethanave të ambientit se ku është një familje, varet edhe se a e ndihmon dygjuesia minimumi fëmijën apo e ngatron. Ka raste kur kjo është e pashmangshme, siç është rasti i po themi familjeve shqiptare që emigrojnë, që gjithsesi në shtëpi mund të flitet ndryshe, jashtë në kopësht fëmia do mësojnë një gjuhë tjetër, por pastaj janë dhe familje që jetojnë në vendin e vet, por fëmia duke ekspozuar nëpër ekrane do e mëson një gjuhë tjetër. Kjo është ajo që jetojnë. Entela, ti doje të thoshe? Unë isha të pjesa e prindërve, pra le ta fillojmë nga fillimi i diskursit që ti nisi dhe the, në momentin kur njëri prindër shqiptar dhe tjetri prindër i huaj, çifti duhet vendosë cila është gjuha e mëmës në atë familje. Gjuha e nënës do të thotë cila gjuhë flitet brenda shtëpie, në cilën gjuhë shpreh mendimet, në cilën gjuhën e zihemi. Sepse gjuha që të vjen më lehtë është gjuha kur ti diskuton. Dhe kur çifti e ka vendosur cila është gjuha që do predominojnë në familje, ajo gjuhë fëmijës i mësohet e para. Për një arsye shumë të rëndësishme, sepse ju e thatë, është zhvillim dhe patjetër që është zhvillim, dhe është le të themi elaborimi i mendimit edhe elaborimi i sjelljeve në vazhdim pastaj, po pjesa më e rëndësishme është fakti se fëmia zhvillohet me etapa. Dhe gjuha e parë që mëson është gjuha nënës. Ato që ne vendosim të themi, për shembull, nëse janë prindër në Itali, një prindër shqiptar me një prindër italian, sigurisht që gjuha e nënës në atë familje do ishte mirë të jetë gjuha italiane, që do t'i duhet fëmijës për të dalë në jetë. Pra, le t'i bëjmë sa facilitete fëmijëve tanë, për gjithë ata prindër që po na gjojnë, të vendosim cila gjuhë do mësohet e para. Dhe pse? Domethënë nëse jashtë deri duhet më shumë, pastaj patjetër që duhet mësuar dhe gjuha tjetër, për një arsye shumë të rëndësishme se unë e vëre të gjithë popujt evropian që shtektojnë dhe lëviz gjithë vendet e botës, e kanë parim e flasin në shtëpi gjuhën e prindit që s'është i vendit. Madje nëse është nëna, nëse ke një nënë romune, slovake dhe çfarë lloj kombësie tjetër që ka emigruar në Francë, Itali, ku dëgjoj unë, fëmijët e flasin të dy me patjetër gjuhën e kësaj nënës dhe jo patjetër flasin gjuhën e prindit shqiptar. Pse do thotë kjo? Sepse e shohin si gjuhë dominancë. Pse kemi ne gjuhë globale? Gjuhë është dominancë. Dominanca vjen nga politika në mënyrë të padiskutueshme, por duke filluar nga familja, për cili prind prevalon dhe predominon, është gjuha që mësohet e para. Aman, kjo nuk do të thotë që duhet jepet më pak prioritet gjuhës tjetër. Në prindrit me dy kombësi. Kthehemi te fëmijët tanë që janë prindër me dy prindër shqiptar, dhe ti thua që flasin më mirë shqipen se anglishten, italishten, gjermanishten, turqishten. Se këto gjuhët e tjera s'para i kanë, po jo, varet nga shkolla. Po shumë pak. Për shembull, nëse është shkollë greke dhe bëjnë shumicën e lëndë dhe kanë profesorë të kësaj gjuhe, po shumica në anglisht në gjithë Shqipërinë. Jemi të predominimit, ti nuk predominon në matematik me numra me gjëra, ti predominon me gjuhë, me komunikimi dhe dominimi vjen nga gjuha. Dhe në momenti që ti tregon se nuk e di një gjuhë, facilitetin e nxënësve. Nuk mund të marrësh një shkollë apo dy shkolla që janë në gjuhën tuaj. Po ne po diskutojmë problemin e poliglotizmit. Problemi më i madh që unë shoh, si përkthyese dhe si redaktore, dhe çfarë kam ndjekur në gjithë këto vite të përvojës time që kam qenë në kontakt me lexuesit, humbja e gjuhës shqipe në këtë rast
i ka dëmtuar shumë. Po, se po ta kisha mbaruar fjalin të do digja. Jo, e kuptova. Pra, në ratë të parë, në vitet e para të jetës, në vitet e para të jetës duhet mësuar gjua nënës, duhet të dominoj gjuamtare. Dhe kur ka mësuar rregullat gramatikore, ka marrë bazën leksikore, ka mësuar vlerën e renditjes së gjymtyre shumë gjëra të tjera, fëmia në momentin e dytë pastaj e ka shumë të lehtë të mësoj gjuhë të tjera pa ngatruar dhe pa kaluar në atë mutizmin që folëm, mutizëm selektiv, për shkak të faktës se s'di cilën gjuhë duhet përdori të parën. Për qenë djali i bukur i shkatët që di shumë gjuhë, apo për qenë djali i mençur që di të shprehë gjuhën e gjërat e veta. Sepse duhet jemi pak fanatik. Shumë problem. Ti shkon në Francë dhe ti nuk të flet një anglisht, janë pak kush është problemi në këtë multilingvizmi që ta kuptoj nga ty, për këtë rrezikun e gjuhës anëtare. Humbja e gjuhës shqipe. Jam duke redaktuar një rast konkret, jam duke redaktuar një libër që është që do botohet në angli, por është në shqip dhe në anglisht. Janë ese dhe poezi, vjersha të vogla të nxënësve të shkollave të ndryshme, si në Shqipëri, si në jashtë, si në Angli, dhe jam duke redaktuar tekstet në Shqip, duke pasur parasysh edhe anglishten. E para, pjesa më e madhe e teksteve, unë i kuptoj që është shkruar në anglisht, sepse kanë shumë rrjedhshmëri mendimi në anglisht, ndërkohë që në Shqip ka shumë gërçe. Ato tekstet, sidomos tek eseja, se poezia është më e zhdërvjellët dhe të vjen më natyrshëm. Ndërkohë që tekstet eset e vogla që kanë shkruar, ose letrat, themi, që ju kanë dërguar nënave të tyre, kanë shumë gërçe në Shqip. Domethënë fjalia nuk rrjedh. Fjalia është e përkthyer fjalë për fjalë sipas anglishtes dhe ndonjëherë kam këtë ndjesinë, domethënë sikur nuk është përkthyer nga vetë nxënësi, po sikur është përkthyer nga ChatGPT-ja, sepse është kaq e ngurtë edhe kaq e huaj sintaksa dhe mendimi dhe të menduarit, sa që mua me këtë përvojë në përkthim që kam, më duket sikur i ka shkruar jo një nxënës i klasës 7. Pra mbi të gjitha ty të deformohet mendimi në gjuhën shqipe, të deformohet rrudhet leksiku. Pra nga një fjalor, në qoftë se ti lexon sa më shumë në gjuhën shqipe dhe sa më pasurohet fjalori, pasurohet mënyra e të shprehurit. Pra ato që ti e shpreh kaq bukur në anglisht, nuk e shpreh dot më në shqip, sepse ti mendon anglisht. Nga ana tjetër dhe mua kjo gjë që më shqetëson është fakti që duke i pregatitur, ose duke u dhënë mëso anglishten që pavarësisht që në shkollë, në farë mënyrë ti nxit që të ikin. Mua kjo më dhëmë. Shkoj pak të Genta që ka përjetuar, po themi edhe në vetë të parë këtë mësimin e gjuhëve tuaja që erdhët prej fëmijëve. Po, unë dua të them diçka, e para do kisha shumë dëshirë që në vend që të filloj me mos ose më mirë me gjërat cilat janë të rëndësishme që t'i kemi parasysh edhe çfarë mund bëjnë vërtet prindrit që kanë interes për t'ju mësuar gjuhë të tjera fëmijëve. Tani, nuk është se unë zgjedh një gjuhë edhe truri im ka përdor vetëm një pjesë të asaj që flet shqip në këtë rast. Studimet tregojnë që personat që flasin qoftë dialekte, qoftë disa gjuhë, truri proceson njëkohësisht informacionin në të 3 gjuhët apo në të 2 gjuhët që flet ky person. Kjo është një fakt i studiuar. Dhe kjo mundson që fëmia ose i rrituri që ka njohuri të mbi 2 gjuhëve të jetë në gjendje të bëj koneksione, fjala anglisht, lidhje më të mira të koncepteve, lidhje më të mira të informacioneve që ka dhe realisht këto studime tregojnë që këta njerëz kanë aftësi më të mira në art, në muzikë, në zgjidhjen e problemeve, kanë aftësi më të mira në shprehje, në vetbesim, e kështu me radhë. Jo vetëm diçka për këtë fjalën, ka vetëm një problem. Gjuha shqipe është gjuhë me strukturë shumë vështirë. Dhe është një ndër gjuhët e rralla në botë që nuk është përfshin asnjë familje. Dhe në momentin e parë që ti mendon, nuk zgjedh shqipen për të shprehur sepse është e vështirë si strukturë. Varet. Është e vështirë si strukturë, e kanë vërtetuar shkencëtarët, gjuhëtarët. Është strukturë e vështirë gjuhësore. Mënyra se si ndërtohet, se si njerëzit që mësojnë gjuhën shqipe, thonë, një është ndër gjuhët më të vështira në botë. Po e di, se kanë dhe pikërisht ti si prind bilingual, duke ditur se fëmia e ka më të lehtë, edhe truri seleksionon më thjeshtën perceptimi i neuroneve, nuk e di nëse është dakord psikologja apo jo. Pickon aty ku vjen më thjesht, më shpejt. Nëse ti do të ke këto ora, e vjen më lehtë
Sesa nëse të them në fakt ne kemi më... Çështja është se si duam, do të thënë, cili është këndi që ti do ta shikosh çështjen në një moment caktuar. Ne mësojmë deri në X mosh, nëse i nxisin fëmijët të mësojnë patjetër gjuhën shqipe, mbas kësaj moshe ata mund të mësojnë çdo gjuhë tjetër që i vlen dhe i bën njerëz pra mos ta nisim kaq herë që në moshën 3 vjeçare. Ama deri në klasën e parë fëmijët duhet të mësojnë mirë gjuhën shqipe. Tani, kjo është një zgjedhje e prindërve. Po kjo është një zgjedhje e prindërve edhe nuk është se ka një rregull të ngurtë që ka dalë nga shkencëtar apo nga dikush që ka studiuar më në thellësi. A nuk do vi një ditë që ne si shqiptarët jemi shumë krenar për këtë vendin tonë, sepse ti shkon në Francë dhe ty s'të flet kush anglisht e kanë shumë respekt për veten. A nuk do vi një ditë që ne shqiptarët kemi kaq respekt për gjuhën tonë, për flamurin, për adeun, sa të mësojmë fëmijëve të parën, gjuhën e nënës dhe pastaj gjithë gjuhët e tjera. A nuk duhet vi kjo ditë etnikisht, moralisht, psikologjikisht, sociologjikisht, shqiptarisht? Tani, ka dy, do të nëse duam ta shikojmë këtë si çështje kombëtare. Është çështje kombëtare. Është një mënyrë të diskutuarit edhe mund ta diskutojmë që është absolutisht një gjë me vlerë. Ka familje shqiptare që jetojnë jashtë, që e kanë ruajtur me fanatizëm dhe vazhdojnë në Europë mirë e ruajnë shumë. Në Europë ruajnë shumë. Por ka do me thënë disa gjëra që janë pluse, të mira, edhe disa që janë lidhje me zhvillimin apo botë kuptimin. Sepse mund ne flasim për këtë gjë sigurisht në një plan më të gjerë, sepse nëse flasim vetëm për gjuhën shqipe ka probleme sa të duash, ka probleme që nisin që këtu me fëmijët dhe me mënyrën se si ka ndryshuar mënyra e mësimit. Edhe që nga prindrit probleme që nuk e njohin. Po, unë dua të them këtë, që ta plotsoj atë që e fillova. Çështja është në vend që të kritikojmë pse janë duke marrë informacion në anglisht, ose pse po bazohen kaq shumë te anglishtja, është sepse ndoshta arsyeja është sepse po ju mungon shqipja. Unë drejtoj një organizat, kemi projekte në shkolla që janë për fuqizimin personal dhe vetëmbrojtjen, dhe shikojmë se sa rëndësi ka që prindi të merret me fëmijën e vet. Do me thënë, në momentin që prindi nuk komunikon në gjuhën shqipe për çështjet e përditshme, për problemet e përditshme, ose për sukseset e përditshme, atëherë kjo do ndikojë edhe në perceptimin e fëmijës dhe mënyrën se si ky do shprehet apo do sillet. Nëse shqipja që ai merr është gjithmonë me të vërtitura, me agresivitet, pse e bëre këtë, pse se bëre këtë, se këtë e kemi në magjues, nuk ndihmon që fëmia të jetë jo, sepse anglisht e varet se nga e merr fëmia informacionin, se mund të jetë nga TikTok, psikologja duhet kuptojnë, mund të jetë nga dikush tjetër. Në rritjen e vetbesimit, fakti që mund të jenë multilingual. Tani, në përgjithësi dhe në nivel, po themi, kognitiv, zhvillimi intelektual, gjuhët e huaja krijojnë një predispozit pozitive. Po marrë vetëm anën pozitive. Pra, ideja është që bazuar gjithmonë edhe në studime psikolingvistike, është një degë të reshkencës që studion efektet psikologjik-lingvistike dhe psikologjike bashkë. Fëmijët që dinë më shumë se sa një gjuhë, apo ekspozohen në ambiente me më shumë se sa një gjuhë, përveç atij kaosit fillestar, po marrë gjithmonë anën pozitive. Kur ai moment tranzicioni kalon, kanë një lloj fleksibiliteti më të lartë kognitiv. Do të thënë, është dëshmuar dhe është e parë që janë më të aftë të bëjnë disa gjëra njëkohësisht apo po themi shprehja e multitasking. Përveç faktit që është një lloj pasurie dhe gjuhët për mua të di shumë gjuhë, sigurisht që është aset, jo vetëm profesionalisht, në nivel të zhvillimit kognitiv, intelektual, të nxënit, krijon një lloj fleksibiliteti dhe krijon më shumë neuroplasticitet. Gjuha në thelb, përveç se mjet komunikimi etnik e me radhë, gjitha këto që po themi, është një sistem edhe po themi simbolik, ka një strukturë të tërën neuronale se si ndërtohen. Ndryshe është fjalia në gjermanisht, ndryshe është në shqip, ndryshe është në gjuhën latine. Kështu që tani prej moshës 3 vjeçare, jo, nuk është vetëm ky diskutimi, diskutimi është më i gjerë se sa kaq. Jemi gjithë pafshum gjuhësisë. Unë jam një person që flas 5 gjuhë, zonja 4, ju kush e di se sa. Por në çfarë moshe? Ky është diskutimi. Tani, ideja është këtu, më shumë se sa në çfarë moshe, unë do sugjeroja si dhe pse. Ndryshe është një familje emigrantësh. Si? Ta dëgjojmë këndvështrimin tënd, patjetër. Në gjykimin tim është si dhe pse. Ka raste që fëmijët vinë konsul në Shqipëri, familje shqiptare me të dy prindrit shqiptarë jetuar gjithmonë këtu, edhe prindi thotë që më kollaj më përgjigjet në anglisht ose nuk më flet tamam në shqip, nuk flas për raste çrregullimesh, për shembull spektrit autizmit. Ideja është them si dhe pse. Nëse fëmia ka një varësi nga teknologjia, nga rrjetet e tjera, tani për ta përdorin gjithë, po flas nëse ka varësi dhe ekspozohet më shumë dhe ai di më mirë anglisht se sa shqip, me këtë nuk jam dakord dhe këtu nuk flasim për bilingualizëm. Këtu flasim për një raport të zhdrejt të nxënit dhe gjuhës që ai përdor.
Nëse pastaj është një familje emigrante, shqiptare, në Itali, patjetër që fëmia do mësoj dhe shqipen dhe italishten, dhe patjetër që çdo familje vendos se si dhe çfarë në bazë dhe të mënyrës se si mundet edhe se si të integrohet. Unë prandaj thash që nga fillimi i herës që kjo çështje në gjykimin tim gjithmonë është sa psikologjike dhe etnike. Unë jam dakord patjetër që gjuha të ruajt, sepse është kemi arbreshet e Italisë, që vazhdojnë të flasin shqipe. Çështja, them gjithmonë se ne flasim për ndikimin psikologjik dhe besimin dhe mënyrën se si rriten këta. Ka dhe një element që është personal. Në një plan caktuar të mësuarit e gjuhëve tuaj është dhe aftësi. Jo të gjithë janë të aftë të mësojnë shumë shpejt një gjuhë tuaj. Pavarësisht që studimet dhe përvoja na tregon që deri në adoleshencë tipit 5-16 vjeç fëmia është më sfungjer dhe i mëson shumë më shpejt dhe i fiton këto gjuhët e huaja. Ajo që ndodh është që jo të gjithë janë të aftë njësoj, domethënë ka një inteligjencë verbale. Kështu që në këtë pikë unë besoj që jo të gjithë kanë njësoj të lehtë, po themi të mësojnë një gjuhë tuaj, por në total unë do thoja që është pozitive, nëse gjithmonë nuk i bie në qafë, po themi gjuhës amtare, apo nuk krijon konfuzion tek fëmijët. Kjo është shumë e bukur, sepse duhet ta mbyllim në një farë mënyrë, domethënë unë jam bilingui sepse pikërisht atë doja të thosh, atje për këtë se dhe njeriu që ja ke marrë më të mirën e mundshme. Që fëmijë besoj gjuhës që ti flet? Ka filluar, domethënë që nga klasa e 5. Klasa e 5 me anglishten, pastaj me italishten, pak sa më vonë, ndoshta nga gjimnazi, por bazat e gjuhës unë i kisha hedhur të gjuhës shqipe. Prandaj them është më e rëndësishme edhe si ne vendosim një familje emigrantësh, kush është gjuha mamës, është më e vështirë. Po se kanë gjithmonë të mundur. Fëmijët janë gjithkohës në ndikimin e rrjeteve sociale dhe janë gjithkohës në ndikimin e videove që janë të gjitha në anglisht. Problemi është sa jemi ne të zotë që t'i përballemi dhe t'i lexojmë fëmijëve në gjuhën shqipe. Tu pasurojmë fëmijëve fjalorin e gjuhës shqipe. Pse duhet të thonë fëmijët i bëra mamit një prank kur ne kemi fjalën shqipe reng? Reng, fiks e drejt. Sepse nëna nuk e di që ekziston fjala reng. Prandaj në vegjëli duhet të mësohet, sepse këto lloj shprehje të gjuar nga gjyshja, nga prindi, mbeten në memorien e fëmis, memorizojnë, në memorien afatgjat, edhe ripërdojnë në moment dy të do t'i punoj një reng, dhe kemi një fjalë kaq të bukur, ajo që ti vendos është gjua mëmës, sepse kjo nuk krijon konfuzion lingual të fëmia. Po, një familje emigrante, atëherë nuk e vendos këtë. Po nuk mundet ti në anglisht të mësosh fëmijës shqip, se ai në kopësh nuk komunikon dot me shokët. Do italisht në gjuhën e mëmës. Këtë tash, nuk është kaq e thjeshtë. Ne flasim presioni është do ta bëjmë një qasje personale nga Genta, një këshill pro dhe kundër për gjithë të diskutime, po themi se ti e ke në vetë të parë, pra ti e ke përjetuar këtë gjë. E kam përjetuar edhe unë ndihem jam shumë krenare për çunat e mi, që të dy flasin të 3 gjuhë, edhe janë me një botë kuptim shumë të gjerë, shqip, anglisht edhe spanjisht, dhe ndihen shumë shqiptar, po aq sa edhe nga Spanja, dhe pavarësisht se janë në fakt qytetar të botës, sepse fakti i të shprehurit lirshëm në këto gjuhë ndihmon që të kenë një botë kuptim më të gjerë, edhe mënyra e tyre e sjelljes është më pozitive. Po kishen edhe ti ajo pra që i ke vendosur pikat mbi për Shqipen, se sigurisht të lindur dhe të rritur sigurisht në Europë, ka qenë dhe ndikimi jot. Dhe Shqipja në fakt është gjuha e tretë që ata e kanë mësuar, dhe në fillim ka qenë një refuzim, sepse nuk ju pëlqeu ardha në Shqipëri, dhe arsyeja kryesore ishte mësimi i gjuhës edhe lidhja me kulturën shqiptare, sepse kishim shumë vite ata lindën jashtë, kështu që është shumë e rëndësishme që mos të harrohet edhe të kultivohet në maksimum gjuha shqipe, por të jetë e pasur, sepse për ndryshe do të detyrohen të përplasen te gjuhët e tjera. Ishte kënaqësi që ju kisha. Faleminderit shumë Faleminderit. Faleminderit. Aida, ishte kënaqësi që ju kisha këtu dhe sigurisht është një temë e cila gjallë gjithmonë debat, por ne jemi gjithmonë të kujdesshëm për të dhënë mesazhet e duhura dhe sigurisht ato që ndoshta në psikologjinë e fëmijës sot janë bërë kaq shumë të diskutueshme, se ka kaq shumë uri informacioni, sa që gjithmonë se cilin nga ne nuk duhet heqi drejt, nuk duhet heqi dorë nga ajo teori psikologjike dhe sociale, që mendon se është e drejtë. Në thelb të gjithë jemi dakord, me sa kuptoj unë të gjithë. Për gjuhën shqipe po njerë. Faleminderit edhe një herë. Shkemi anësi publicitare, vim në pjesën e fundit ku do të kemi të ftuar një aktor për ta përmbyllur edhe për sot çasti i duhur.